Kur flitet për Iranin dhe gratë iraniane, dy në mendje formohen shumë rrëfime. Rrëfime që shpesh bazohen në përvoje personale ose tre perceptime mediatike. Por pas këtyre pamjeve të ndryshme ekziston një shpresë realiteti që është më parë më pak. Tendenca statistikore dhe tregues që tregojnë me saktësi dhe detaje ndryshimet e disa dekada të fundit. Ky dokumentar është një udhëtim nga brenda këtyre të dhënave zyrtare. Një udhëtim që për të zbuluar një pamje më të qartë dhe më pak rrëfyes të jetës së grave në Iranin e sotëm. Transformimet e grave në Iran, edhe pse shpesh në nga jashtë analizohen me perceptim politik, në shtesat e tyre më të thella, shihen një sër ndryshime strukturore në shëndet, arsim dhe pjesëmarrje sociale. I pari dhe ndoshta treguesi më i rëndësishëm i këtyre ndryshimeve është jetëgjatësia. Sot gratë iraniane jetojnë mesatarisht nga mbi 78 vjeç, një shifër që është 2 vjet e para se mesatarja globale, pra 76 vjet. Një rritje e tillë është bërë mundur vetëm përmes përmirësimit të vazhdueshme të shëndetit të grave dhe fëmijëve. Gjatë 4 dekadave të fundit, shkalla e vdekshmërisë së nënave shtatzëna në Iran është ulur rreth 10 herë. Sipas raportit zyrtare në këtë vit 2023, kjo shifër ka arritur në 20 raste për çdo 100.000 lindje të gjalla, ndërsa në fillim të viteve 80 ishte mbi 200 raste. Krahasimi me mesatarjen globale që ende është rreth 200 raste, ka tregon se kjo ulje nuk është e rastme, por rezultati i një ndryshimi strukturor në sistemin shëndetësor. Në zemër të këtij transformimi ndodhet rrjeti i shëndimit rural, një rrjet që filloi në vitet 80 dhe sot mbulon më shumë se 98% të zonave rurale të Iranit. Shtëpitë e shëndetit për herë të parë zgjeruan kujdesin bazë deri në pikat më të vogla të vetit, nga kujdesi gjatë shtatzanisë dhe lindjes deri te vaksinimi dhe monitorimi i rritjes së fëmijëve. Krahas këtij rrjeti, sistemi i vaksinimit kombëtar luajti një rol vendimtar. Rasti i fundit vendosi potencialin në Iran u regjistruar në vitin 1997 dhe që nga ai vit Irani u shpall nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, i lirë nga poliomieliti. Sëmundje si difteria, tetanozi, kolli i mirë dhe fruthi janë ulur mbi 90% krahasuar me vitin 1970. Sot, vaksinimi së hepatitit B në vitin 1990 bëri që shpërhapja e kësaj sëmundje në brezin ri të bjerë në më pak se 1%. Rezultati i drejtpërdrejtë e këtyre masave ishte ulje e ndjeshme e vdekshmërisë së foshnjve. Sipas të dhënave të Bankës Botërore, ky tregues ka rënë nga 120 raste për çdo 1000 lindje në vitin 1960 në rreth 7.5 raste në vitin 2023, më shumë se 90% ulje. Ulja e vdekshmërisë në moshat e hershme është një nga faktorët më të rëndësishëm të rritjes së jetëgjatësisë në të gjitha shoqëritë. Dhe Irani nuk bën përjashtim. Por pika e fillimit të këtyre arritjeve nuk është vetëm shëndetësia. Ajo lidhet edhe me një tjetër motor kryesor të transformimit social në Iran, pra arsimimi. Deri në vitin 1970 arsimimi formal i grave ishte kufizuar, por nga vitet 80 e tutje niveli i leximit të grave u rrit ndjeshëm. Të dhënat tregojnë se shkalla e shkrim leximit të grave nga 65% në vitin 97 ka arritur në 87 deri në 88% në vitin 2011. Por kjo rritje ka zgjeruar edhe mundësitë arsimore. Midis viteve 94-2002, 68% e pranimeve në bachelor, 52% në master dhe 35% në doktoratur ishin gra. Ky trend vazhdoi edhe në vitin 2020 dhe në vitin 2025 52% e studentëve dhe 69% e të pranuarve në universitete ishin gra. Rritja e arsimit ndikojnë natyrshëm në përbërjen e stafit akademik universitar. Në vitin akademik 2022-2023 ishin regjistruar rreth 17.758 gra si antarë në kohë të plotë të stafit akademik, që përbëjnë 31% të totalit të stafit akademik në vend. Pra, për të kuptuar më mirë këtë ndryshim, mjafton të kthehemi në vitin 1972, kur për çdo 100 profesion burra kishte vetëm 14 gra. Sot ky raport është rritur 30 herë në 5 dekada.
Në Universitetet e Ministrisë së Shëndetësisë 46% e stafit akademik janë gra, ndërsa në Universitetet e Ministrisë së Shkencës kjo shifër është 19%, një diferencë që tregon se struktura e degëve dhe tregu i punës krijojnë përbërje të ndryshme. Në nivelin e arsimit të përgjithshëm, prania e grave është edhe më e madhe, 500.000 mësuese gra, pra 60% e mësuese të vendit punojnë në shkollat e Iranit. Në përzgjedhjen e mësuesve shembull kombëtar, 56% të përzgjedhurve janë gra. Një shonjë e rolit të konsoliduar të grave në nivelet e mesme dhe operacionale të sistemit hapësinor të vendit. Në fushën e kërkimit shkencor, gjithashtu që ndryshime të ndershme, të dhënat zyrtare midis viteve 91-2001 tregojnë se pjesa e grave në publikimin e artikujve dhe librave është rritur nga 12% në 45%, dhe pjesa e tyre në projekte kërkimore është rritur nga 27% në 58%. Arsimi dhe kërkimi së bashku kanë krijuar një bazë për pjesëmarrje më të gjerë të grave në jetën sociale, një bazë që shfaqet qartë edhe në sportin e grave. Sporti grave në Iran, si në shumë vende, nuk ka filluar nga zero, por sfondi global i tij ka qenë për vite i ndërtuar mbi një strukturë mashkullore. Në Iran, pjesëmarrja e parë e delegacionit iranian olimpian daton në vitin 1948 dhe gratë u përfshin në këtë delegacion nga viti 1964. Pjesëmarrja e tyre ishte kufizuar dhe më pas u ndërprer gjatë luftës, por rikthimi zyrtar e grave në olimpiadën pas revolucionit ndodhi në vitin 1996 dhe 35% e pjesëmarrjes e grave sportiste ishte gruaja e parë që mbajti flamurin iranian ishte Lida Fariman, që nga ai vit pjesëmarrja ka pasur një rritje të ndryshme. Por zgjerimi i realit sportit të grave ndodhi kryesisht pas revolucionit islamik dhe veçanërisht në vitin 90. Pra revolucioni, vetëm 7 sporte dhe 7 trajnuese dhe 7 gjyqtare gra ishin aktive. Sot, gratë iraniane marrin pjesë në shumë se 40 disiplina sportive. 12.000 trajnerë dhe 16 gjyqtare gra janë pjesë e sistemit sportiv, dhe një pjesë e madhe e kapaciteteve të klubeve dhe sallave i është dedikuar sportit të grave. Sot rreth 36% e sportistëve të organizuar në nivel të vendit janë gra. Pjesëmarrja e grave në Olimpiadë filloi në vitin 1992 dhe më pas figura si Zahra Nemati me 3 medalje are në vitin 2012, 2016 dhe 2020 u bën simbolik botërore të sportit iranian me praninë e grave. Në vitin 2025, Komiteti Ndërkombëtar Paralimpik e cilësoi Komitetin Kombëtar të Paralimpik të Iranit si antarin më të mirë në botë për zhvillimin e sportit të grave. Numri i grave paralimpike iraniane në lojrat olimpike dhe aziatike u rrit nga viti 34 në vitin 2010 në 82 në vitin 2022 dhe me detajet të tyre nga 17 në 40 medalje. Në peshngritjen paralimpike, atje Sadat Husseini fitoi medaljen e parë të ardhmë histori për gratë iraniane në botë në garën e Kairos. Në sportet ekipore, kombëtarja e headbollit për vajza e Iranit fitoi medaljen e ardhmë të në historinë e headbollit iranian me 5 fitore ndaj Kinës, Uzbekistanit, Kazakistanit, Tajlandës dhe Indisë. Në futboll, kombëtarja e grave të Iranit për herë të parë siguroi kualifikimin në Kupën e Kombeve të Azisë. Këto arritje nuk do të ishin të mundur pa politikë dhe buxhet. Në disa federata, pjesa e buxhetit për gratë ka arritur mbi 10% të buxhetit total të vendit. Dhe në vitin 2023 janë realizuar 307 udhëtime ndërkombëtare për sportin e gradëve dhe sportistët iraniane kanë arritur të fitojnë 868 medalje, 140 prej tyre ka qenë të artë. Në total këto të dhëna tregojnë se raporti grave në Iran është kthyer nga një aktivitet marginal në një pjesë strukturore të sistemit sportiv të grave dhe atij më masiv. Prania e grave në arsim, shëndetësi, kërkim dhe sport nuk është përjashtim, por një rend i konsoliduar në 3 dekadat e fundit në Iran.
Ajo që del nga këtë të thënë është historia e ndryshimit që formuar nga Delta dhe në mënyrë të vazhdueshme që në jetën e grave iraniane ndryshimi që sot janë bërë pjesë e përditshme të brezave të rinj. Këto përparime janë vetëm një pjesë e arritjeve të grave iraniane që humbasin në lore dhe debate politike.